Vendimi i qeverisë për të mbyllur rrjetin social TikTok është çuar në gjykatën kushtetuese nga Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë. Isa Myzyraj deklaroi se vendimi cënon lirinë e shprehjes, por edhe krijon precedent të rrezikshëm për vendin. Ne kemi çmuar dhe kemi arsyetuar edhe në ankesën që kemi bërë në gjykatën kushtetuese se mbyllja totale e TikTok cënon rënd lirinë e shprehjes, të drejtën e informimit, por dhe liritë ekonomike të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Ne jemi besim plot që anëtarët e gjykatës kushtetuese nuk do ta lejojnë që kjo gjë të kalojë, nuk do ta legjitimojmë këtë, sepse kjo do të përbëj rrezik jo për mbylljen e TikTokut në Shqipëri, do të krijohet një precedent i rrezikshëm që mund të çojë në mbylljen e rrjeteve të tjera sociale, por edhe një ditë të bukur pra në fikjen totale të internetit nga kushdo qeveri, nga qeveria e tanishme dhe nga qeveritë e tjera që mund të vinë. Edhe avokati Frans Terihati deklaroi se bazuar në praktikën ndërkombëtare, vendimi duhet shpallet antikushtetues. Këto liritë të drejta mund të kufizohen, thot kushtetuta, por thot dhe një praktikë konsoliduar e gjykatës kushtetuese vetëm në bazë të një interesi të provuar publik, ndërkohë që na ka rezultuar që interesi publik vetëm është argumentuar në këtë vendim të Këshillit të Ministrave, por nuk provohet, pra nuk provohet që mund të cënohet nga përdorimi i qytetarëve të Republikës së Shqipërisë i kësaj platforme. Qeveria vendosi të mbyllë rrjetin social TikTok për një periudhë 1 vjeçare, ndërsa mbyllja është arsyetuar me vendosjen e filtrave për fëmijët.